I nderuar Spirit të dashur vëllezër dhe motra më Krishti. Kjo është e shtunë e veçantë, sepse quhet në kalendarin liturgjik mbyllja e Pentekostit. Pra, e kremja e Pentekostit, të cilët ne kremtuam në të dielën e Pentekostit, ku kremtuam me madhështi zbritjen e Shpirtit Shenjtë i apostujt, që po dhe ditëlindja e kishës, dhe të hënën u mblodhëm për kremtimin e Shpirtit Shenjtë si personit tretë i Trinit. Kisha për gjatë gjithë javën në shërbesat e saj, në mëngjesore dhe në mbrëmsore, gjithmonë ka himne tropare për të ngjarje të mëdha të zbritjes së Shpirtit Shenjtë i apostujve, që neve të kuptojmë sa më shumë që të jetë e mundur mbi këtë mister të madh të Perëndisë Triadik, dhe se si Ati dërgoi Shpirtin e Shenjtë nëpërmjet lutjes së Birit, duke qenë edhe biri njeriu, ose kryepriti i madh. Të dashur krishterë, shumë e rëndësishme që ne ta njohim dogmën tonë krishtere. Nuk jemi krishterë thjesht për shkak të një tradite të brezave që na kanë transmetuar besimin, ose edhe për shkak të disa festave që neve bëjmë. Këto janë të mira, por nëse ne nuk e dim doktrinën e kishës, dhe baza e doktrinës së kishës është Perëndia Triadik, pra Ati që nuk ka as fillim, as parim, Biri që është i lindur nga Ati përpara gjithë jetëve, dhe që Shpirti i Shenjtë buron nga Ati në një burim përjetshëm, dhe shkaku i të gjithë krijesave të dukshme dhe të padukshme, dhe veçanërisht i natyrës njerëzore, jo vetëm në krijimin e njeriu, por në shpëtimin, në hyjnizimin dhe lavdërimin e njeriu, atëherë neve nuk quhemi të krishterë. Ne duhet ta njohim mirë këtë doktrinë, pavarësisht se është e vështirë për mendjet tona njerëzore, por dhe për mendjet angjëllore, këtë misterin e Perëndisë në jetën e tij brendshme që është i pakuptueshëm, i patepërtueshëm, por ne njohim Perëndin aq sa Perëndia na është zbuluar ne. Dhe misteri i Perëndisë Triadik është një mister i zbuluar si dhe javën e vjetër, por në mënyrë të veçantë ai u zbulua nga vetë Biri dhe fjala e Perëndisë Isu Krishti, i cili foli qartë për Atin, i cili foli qartë për veten e vet si Biri i Atit, i cili foli shumë qartë për Shpirtin e Shenjtë, jo si energji, por si një person kushëllimtar që buron nga Ati me burim përjetshëm dhe që dërgohet në botë nëpërmjet Birit. Kjo është doktrina dhe themeli i krishtërimit tonë ortodoks. Pse themi ortodoks? Në dashur krishterë, sot në botë ka shumë pojime të krishtera që ne i quajmë heterodokse, jo ortodokse. Ne nuk jemi thjesht egoistë, që themi vetëm ne ortodoksët, jemi njerëzit më të shenjtëruar, ose njerëzit më ndryshuar, ose njerëzit që ne kemi vetëm të vërtetën. Po, që kemi ne vetëm të vërtetën, kjo është e vërtetë. Dhe këtu nuk e themi as me egoizëm, po e themi në mburjen në Zotin dhe në mburjen në apostujt dhe të etrit e kishës. Ja më konkretisht, vetëm ne krishterë ortodoks e kemi të vërtetën e plot mbi Trininë e Shenjtë. Nuk e ka asnjë grupim tjetër heterodoks. Sepse ju dini se ka lindur disa herezi në lidhje me Trininë e Shenjtë. Për shembull, një ndër herezitë që na ndaj ne me kishën romano-katolike është herezia filioque. Sepse në shekullin e 6 në Spanjë doli një herezi që Shpirti i Shenjtë buron nga Ati dhe nga Biri, nga filioque, prandaj quhet. Kjo herezi nuk u pranua nga kisha e lindjes, u kundërshtua dhe në mënyrë të veçantë u kundërshtua nga Shën Foti në shekullin e 9, i cili mblodhi dhe një sinod në Konstantinopol dhe e kundërshtoi këtë herezi duke dhënë dy burime të Shpirtit Shenjtë. Pra edhe nga Ati dhe nga Biri. Kjo është diçka, si them, rinovim dhe jo sipas fjalëve të Krishtit, që Shpirti i Shenjtë buron vetëm nga Ati. Prandaj kisha ortodokse e lindjes qëndroi fort në fjalët e Krishtit, që kemi vetëm një burim, një shkak të Trinisë së Shenjtë, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Ky është Ati. Dhe nuk mund kemi dy burime të Shpirtit të Shenjtë, sepse ne krijojmë pastaj një figuracion ndryshe të Trinisë së Shenjtë. Ndryshe nga ajo çfarë zbuloi Shpirti i Shenjtë dhe vetë
fjala e pagabueshme e Krishtit. Prandaj kjo është një arsye pse ne ndami me Romanë Katolikët. Nuk është thjesht politike, siç mund edhe të interpretohet, por është doktrinale. Pra ne besojmë në një trinim. Ati që është i lindur, që s'ka as fillim as parim, Biri që është i lindur nga Ati, që Shpirti i Shenjtë buron nga Ati, vetëm nga Ati. Bani mend të gjë. Dhe kjo është doktrina jote. Dhe diçka tjetër që duhet të themi është se Shpirti i Shenjtë është ai person i Trinisë së Shenjtë që përmbush, shenjtëron dhe hyjnizon natyrën tonë njerëzore. E bën të ngjashëm me Krishtin. Pa Shpirtin e Shenjtë, ne nuk mund të bëhemi dot të ngjashëm me Krishtin. Dhe Shpirti i Shenjtë na stolis neve si një kopsht e Edeni me fruta të Shpirtit të Shenjtë. Ashtu siç thuhet nga Apostulli Pavli, dhe frutat e Shpirtit të Shenjtë janë dashuri, gëzim, paqe, zemërgjësi, ëmbëlsi, mirësi, besim, vetëmbajtje. Nëse ne nuk i kemi këto brenda vetes tonë, ne le të themi sa duash jemi krishterë, ne nuk jemi krishterë. Sepse jemi të krishterë kur kemi Shpirtin e Shenjtë dhe frutat e Shpirtit të Shenjtë, të cilat nuk janë thjesht të padukshme, po janë veprime të dukshme që ne i bëjmë si ndaj Perëndis, ndaj afërmit, ndaj gjithë krijesës. Prandaj duhet shikojmë, i keni këto fruta të Shpirtit të Shenjtë. Dhe diçka tjetër dhe fundit, sepse mund të flasim shumë, është ajo çfarë tha Krishti. Nëse njerëzit shajnë birin e njeriu do t'i falen. Por nëse shajnë Shpirtin e Shenjtë, nuk do t'i falen as në këtë jetë, as në jetën tjetër. Sepse njerëzit donin që Krishti i bënte mrekullim me fuqinë e djallit. Të gjitha mrekullitë që bënte Krishti ishin mrekulli që bënte vetëm Zoti. Vetëm Zoti mund të shëronte leprën. Ishte një smundje e shenjtë, sepse quhej smundje e shenjtë se askush nuk ta shëronte. Vetëm Zoti edhe lejonte të smuri një njeri, si ishte mallkimi, por dhe shëronte si një shenjtë. Vetëm Zoti mund të jepte synje të verbrit, siç i dha Krishti sy ose i bëri sy një njeri që ishte lind pa sy. Vetëm Zoti mund të gjallë një të vdekur, si ngjalli Krishti. Atëherë, si mund të thuashin që këto mrekulli Krishti i bëri me fuqinë e djallit, siç thonin farisejt? Nga xhelosia, nga çmira, nga verbëria shpirtërore. Pra, nëse ne mrekullitë e Shpirtit të Shenjtë i atribuojmë një fuqie diabolike, ky është një mëkat i pafalshëm. Dhe çdo të thotë të fyesh Shpirtin e Shenjtë. Të fyesh Shpirtin e Shenjtë do të thotë ta refuzosh Shpirtin e Shenjtë të vijë tek ty dhe të bëj ty Krisht. Pra, mos ta pranosh Shpirtin e Shenjtë. Ta quash atë thjesht energji, ose ta quash të panevojshëm, të padomosdoshëm, dhe ta kundërshtosh. Dhe dikush ka thënë, çdo të thotë të fyesh Shpirtin e Shenjtë. Pra, ashtu si ne për shembull kemi përpara një peizazh që e shikojmë nga dritarja, por ne i mbyllim ato sy dhe nuk e shikojmë atë dritën dhe peizazhin që na jep pra ajo pamje. Dhe ky është refuzim ndaj pamjes dhe dritës. E njëjta gjë është kur ne mbyllim sytë e Shpirtit dhe nuk duam t'i hapim përpara dritës së Shpirtit të Shenjtë, që të shikojmë kush është Perëndia, kush është njeriu, kush është shpëtimi ynë në Krishtin, kush është qëllimi i jetës sonë, që është jo vetëm të bëjmë njerëz të mirë, por njerëz të shenjtë, njerëz të hyjnizuar, të bëhemi Perëndis sipas jetës. Pra, kur e refuzojmë të veprimet të Shpirtit të Shenjtë, sepse Perëndia nuk rreget me njeriu, nuk i imponohet njeriu, atëherë ky është një mëkat i pafalshëm. Dhe ne do mbetemi gjithmonë në errësirën e pamësisë dhe të mëkatit, dhe do jemi përjashtuar përgjithsisht nga Zoti. Unë pagëzohemi në emër të Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, ndodh pastrimi i jetës sonë, i shpirtit dhe i trupit tonë. Bëjmë si ajo bota që pastrohet dhe është destinuar të mbushet me ujë të kristal. Pastaj në kishën tonë ortodokse bëjmë misterin e njerëzjes, që do të thotë Shpirti i Shenjtë vjen mbi ne, siç erdhi mbi Krishtin që i pëllum, siç erdhi mbi apostujt si flakziar, dhe qëndron brenda nesh. Ne të krishterë ortodoksë jemi pagëzuar në emër të Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, jemi njerëzur, e kemi Shpirtin e Shenjtë brenda nesh. Dhe ai si një flakës, qill veprimtaria jonë mbas pagëzimit, është që këtë flakë të Shpirtit të Shenjtë, këtë energji të Shpirtit të Shenjtë, siç e morën apostujt, ne ta vëmë në punë, të bëjmë sinergjinë e vetë, që të ndriçohet mendja, shpirti, trupi dhe të bëjmë i Krisht. Disa e përmbushin këtë qëllim, disa nuk e përmbushin.
Prandaj kur shkojmë te Krishti, për të gjykuar, do na bëjë një pyetje. Çfarë bëre me energjinë e Shpirtit Shenjtë që mund ta dhash? Duke u lutur Atit. Atëherë, nëse ne nuk e kemi përmbushur shenjtërinë, tregon që ne nuk kemi aktivizuar energjinë e Shpirtit Shenjtë. Dhe ky Shpirti i Shenjtë që rri tek neve do të na merret dhe do mbetemi në errësirën e mëkatit. Kurse ata që e kanë përmbushur veprimtarinë e Shpirtit Shenjtë, jo vetëm që do shenjtërohen, por do jepen akoma dhe më, do të hyjnizohen e do bëhen të gjashtë të Zotit nga lagëtia në lavdi. Pra, i veni të gjitha këto për të kuptuar se jemi krishterë ortodoks me qëllime shumë të larta. Nuk jemi krishterë ortodoks për gjëra të vogla, të ham, të pim, të shërohemi, të kemi një punë. Jo, kjo nuk është, si të them, thelbi i besimit tonë. Si tha Krishti, mos kërkoni së parë, mos kërkoni të hani, të pini e të vishit të kërkojnë paganë. Kërkoni së pari mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e tij. Gjitha do ju shohin. Kush mbretëria e Perëndisë? Shpirti i Shenjtë është faqja e mbretërisë së Perëndisë, që nuk është vetëm këtu në kishë, është këtu brenda nesh. Prandaj e mbyll me fjalën e Krishtit. Mos e kërkoni mbretërinë e Perëndisë aty ose aty. Është në zemrat tuaja. Këtu e keni në zemrën tonë. Prandaj jeni me Shpirtin e Shenjtë. Të bashkëveprojmë me Shpirtin e Shenjtë. Dhe mos ta fyejmë Shpirtin e Shenjtë. Amin.